Siç edhe i paralajmëruam prej kohësh, ne vazhdojmë fazat e zbatimit ligjit. I kemi paralajmëruar me shkresë zyrtare, i paralajmëruam përfundimisht që do mbledhim shezllonet nëse nuk keni paguar. Sot po e kthejmë në realitet këtë situatë. Kemi filluar tek kanali që ndan Kavalishencën me shkëmbën e Kavajës. Do vazhdojmë deri në fund duke mbledh të gjithë shezllonet e atyre subjekteve që nuk kanë kryer detyrimet ligjore. Janë rreth 160 subjekte që kanë aplikuar dhe 130 subjekte që kanë paguar gjithë durrësit. Po ka akoma dhe rreth 7-80 subjekte të cilët janë në proces e sipër dhe disa që janë akoma në atë dilemën t'i paguajmë mos i paguajmë. Me këtë dilemën ne do ta çojmë deri në fund duke i mbledh të gjithë materialet në mënyrë që mos ta ushtrojnë aktivitetin nëse nuk zbatojnë me përpikmëri ligjin. Plazhet e përcaktuara si publik sigurisht që kanë vendin e vet. Ne mundohemi t'i mbajmë në dispozicion të qytetarëve. Janë pjesë territore të ndryshme të vijës bregdetare. Do i qëndrojmë asaj 20% që ka VGM-ja. Deri tani kemi bërë bllokimin e parë. Po vazhdojmë duke verifikuar gjithë pagesat, të gjithë vinë me mandate të paguara në dorë, dhe ai që s'ka mandatin do ketë aplikimin që ka momentin e pagesës në bankë. Deri këtu ne i kemi pranuar. Pastaj pjesën që nuk kanë bë aplikimin për të marrë detyrimin janë të detyruar të mbyllin aktivitetin. Përveç se plazhit madh të Durrësit, Shkëmbit Kavajës, janë edhe plazhet e tjera siç është Gjiri i Lalësit, jo më pak frekuentuar nga pushuesit, por larg prej syrit të tatimorëve, nëse do të themi kështu. Jo, nuk janë larg syrit të tatimorëve, për ne janë të gjithë një lloj. Ju përmendet Gjirin e Lalësit, por ne kemi në fokusin e punës tonë edhe Katundin e Ri. Kemi edhe Hamallën, të cilët janë më pak të evidentuar në syrin tuaj, po për ne janë një lloj të evidentuar. Sa biznese, sa subjekte ushtrojnë aktivitetin në këto plazhe? Në këto plazhe, në Gjirin e Lalësit janë rreth 70 subjekte.